Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë për të ndarë me ju pak pozitivitet, pak adrenalin. Do të flasim për çiftin të shumë komentuar, për çiftin që nga përfundimi i Big Brother VIP Albania vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes për çdo lëvizje të tyre. Një çift që në fakt luftoi për dashurinë, e kam thënë disa herë, një çift që na solli momente shumë të bukura, që ndanë me ne në dritaren e tyre në Instagram, sepse tashmë Luizi dhe Kiara pikërisht do të flas për to. Dritaren e vetme për të ndarë momentet e tyre të bukura të jetës, por edhe ato fatkeqësisht të hidhurat, sepse jeta është medalje me dy anë. Me patjetër që e kanë Instagramin dhe në ditët e fundit ky çifti fantastik që gjithmonë na kënaq me adrenalinën dhe kur ne e shikojmë na kthen në retrospektiv, na çon tek Big Brother VIP Albania, në atë Big Brother që ne gjithmonë kemi dashur t'i shikojmë Luizin dhe Kiarën, të argëtohemi me to. Në fakt jemi familiarizuar aq shumë sa që nuk shkëputemi dot. Luizi nuk na lë mangët edhe Kiara edhe pa ndarë momente interesante nga jeta e tyre. Nga një dashuri shumë e bukur, nga një dashuri pasionante, nga një dashuri me shumë emocione, me shumë dhurata, me shumë ngjyra të bukura në fakt në këtë dashuri, erdhi në jetë mrekullia e botës, mrekullia që kurorëzoi dhe më fort edhe më bukur që kurorëzoi këtë dashurinë. Erdhi në jetë Luna Mari, vajza e vetme e Luizit edhe Kiarës. Por ditën e djeshme, në shtëpinë e tyre u shtua dhe një antar i ri, sa që mediat ros filluan të shkruajnë, u bë lajmi i madh, do me thënë bombardoi lajmi. Antari i ri është një vajzë. Është një vajzë shumë e dashur për të gjithë. Nuk është se Luizi dhe Kiara bëjnë fëmijët me butona, nuk është se ka ardhur një fëmijë në jetë, por ka ardhur Elsa. Elsa nga Frozen, është motra Anës. Elsa dhe Ana, dy aktoret të vizatuara në fakt të fëmijëve. Siç duket, Luna Mari është shumë e pasionuar pas Frozen, pas Elsës edhe pas Anës, do me thënë serialit Frozen, le ta themi, është filmi vizatimuar për fëmijë, dhe Luizi me patjetër për të kënaqur Lunën, për të kënaqur shpirtin e saj, për të zhvilluar botën fëmijërore të Lunës dhe këtë që e shikon në televizor, ta prekën dhe me dorë dhe të jeton me të, do me thënë të zhvillon fantazinë e bukur të fëmijës, kishte përzgjedhur që të sjellën në shtëpinë e tij Frozen dhe normalisht të bën edhe një deklaratë në Instagram. Videot janë publike gjithandej. Luizi e ka postuar videon ku ka thënë që tashmë në shtëpinë tonë vjen një antar i ri, do me thënë nuk është një antar njeri, por është një kukull që në fakt ishte më e gjatë se Luna në këmbë, ja kishte marrë nga të Frozenat më të mëdhajat, dhe Luna që po jetonte, po e kënaqte veten me këtë kukullën. Ajo që në fakt nuk e pëlqeu kukullën në shtëpi, ishte Kiara. Kiara, siç duket, i ka frikë këto fenomenet edhe e kishte shumë të vështirë ta pranon ardhjen e Frozenit në shtëpi. Sepse i dukeshte i dukeshte e tmerrshme si gjë, nga që vërtet të asocon në njeri, të asocon të mendosh gjëra të çuditshme, por Kiara me shumë dashuri, me shumë kënaqësi ka me patjetër ta pranon se është për Lunën, por aty ka një kusht. Elsa nga Frozen, se kishte edhe një ankesë që i thonin që Luiz, kjo nuk është Elsa por është Frozen. Frozen është i titulluar filmi, ndërsa protagonistët brenda filmit janë Elsa dhe Ana, janë dy motra me dy tipare të ndryshme. Domethënë është Elsa që është e mrekullueshmja që ka magic në dorë, domethënë është kështu interpretimi, dhe më pas është Ana, motra e saj që në këtë rast është pak më e egër, më e ashpër, më negative, do me thënë e ka këtë rolin e personazhit pak më të keq. Dhe Frozen është i tërë filmi i titulluar. Kiara tha që Elsa do flej në balkon, nuk do flej në shtëpi, ndërsa familja do vazhdon të flej në shtëpi. Unë në fakt do të sjell video që Luizi dhe Kiara kanë bërë dhe më pas do ta komentojmë pak. Kush është? Kush është? Ko e dhe ilë qa më baba? Puqes, Rëshkiti.
Ata hapi më Po baba. emocionua. Ata hapi më baba. Ka edhe Elsa. Ata hap baba ty. E bo. Ata hap baba ty Elsa. Po baba, pse se mbylli derën apo? Po le ta shoj dhe kujshia se banore e njësisë bashkake nëmër sa i din. Se po na ka prama për zënje hapësirë publikut. Wow. Baba. Wow! Sa e pasen, o bab, të të ndash kanë 4 më vita më bab me li. Ja baba, dhe banori arje baba. Zë mërë baba u shgull për këti zë. Wow, shoqja Lunës. Kush është me zemër? Frozen. A, marim për doret baba, hajde mere për Është doret. Frozen. Mere për doret baba, e fuzim të shpia, hajde. Hajde, ka për doren baba, ka për doren. Puqe baba, ka për doren baba, ka për doren to, ka për doren to. Ka për doren shumë baba, ka për doren që. Pa, ika baba, Qyqa, se film horror Luiz na patakse. ika baba. Mua. Baba, e i gjelose ti baba me e puqën mua. Elsa do fle në balkon se unë kam prekna. Aha, Sami. Do fle në balkon Luiz, ta dish. Una Elsa. Elsa. Unë kollojë. Ju i pat videot, është një kënaqësi e madhe që ka kaluar çifti Elli, në fakt po shijojnë pafund momentet e tyre, kënaqësitë e tyre dhe po argëtohen pafund. Unë jam i lumtur që po komentoj këtë çift dhe uroj me zemër që gjithmonë gjërat ju shkojnë kështu bukur. Domethënë Luizi dhe Kiara pa marr parasysh se sa të angazhuar janë, se sa të ngjeshur janë me punë, se sa duhet punojnë për të sjellë gjëra të bukura te publiku, sepse puna jonë është kreativiteti që ne mund të shprehim. Luizi dhe Kiara din të bëjnë edhe lunën e tyre, gjën më të çmuar të jetës të dashur dhe të ndjehet e bekuar. Ne do të takohemi sërish së bashku, shkruani komentin tuaj për këtë familje.